called love. It cries in the cradle all night and swings. It jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. Oh, there goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she put me in a cold, cold sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a backseat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. I've gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a backseat, hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a backseat, hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. 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 Kjo gjë e çmendur e Vockël e quajtur dashuri ishte kënga e kënduar nga Genti, në fakt një këngë Queen, apo jo? Freddie Mercury, një tjetër homoseksual, le të themi celebrity, dhe për të vazhduar këtë bisedë ku jemi sot në studio, le të ndjekim një material të përgatitur nga Iris Sojli. E ndjekim dhe kthehemi. Deri para pak vitesh e dënuar me burgim, çështja e homoseksualitetit po bën në Shqipëri hapa të sigurt megjithse të ngadalt. Ligji aktual i votuar me nënqeshje është nga më të plotët në Europë, por aplikimi i tij lë shumë për të dëshiruar. Deklarimi i parë publik nga një homoseksual është bërë që në vitin 2004 në studion e Top Show. Sajmir Kaziu është 19 vjeç, nga je Sajmir? Nga Linza. Nga Linza. Pse ke dashur, më thanë gazetarët që kanë kontaktuar me ty, që ke dashur të vrasësh veten para 3 javësh? Po, është shumë e saktë, për arsye sepse opinioni një njerëzve ishte shumë i keq, shoqëria, familja, nuk e besonin. Ja kuptoj, u largoheshin shumë dhe tash jam larguar me familjen. Je larguar me familjen? Unë jetoj vetëm me nonën, pavarësisht me dajet, me xhajallat. E din të gjithë që ti ke një prirje ndaj besoj duhet e kuptojnë. Po, mamaja jote e di? Ja kam thënë. Ndërkohë 8 vite më pas, personat me një seksualitet të ndryshëm vazhdojnë të nënshtrohen para gjykimeve. Shumë punë po bëhet nga aktivistët e kësaj fushe dhe nga ndërkombëtarë ose shoqata të ndryshme, por me sa duket, është e vështirë të shmangësh kërcënimet apo dhe akuzat publike që mund të arrijnë deri në incidente diplomatike në një vend që megjithatë do të integrohet në Europë. Prandaj dhe mesazhet e këtij komuniteti, me kokën lart ose fytyrë të fshehur dhe zë të ndryshuar, duhen dëgjuar dhe mirëkuptuar. Sot është më shumë se një vit që jetoj dhe punoj në Shqipëri dhe shpresoj se populli shqiptar do të zgjerojë mikpritjen që unë kam përjetuar ndaj të gjithë atyre që jetojnë dhe dashurojnë në këtë vend. Nuk jam vetëm ndryshe, jemi të gjithë. Prandaj jemi të veçantë dhe dashurojmë të gjithë sipas mënyrës tonë. Janë shumë persona që kohët e fundit pyesin vetëm se po bëhet i gjithë ky debat për mbrojtjen e drejtave të komunitetit LGBT. Unë kam vetëm një mesazh për t'ju dhënë. Mendoni për një moment, sikur ju të zgjoheni çdo ditë me frikën që mund të humbisni miqtë e juaj më të ngushtë, mund të humbisni vlerësimin e familjes
ose dhe vetë punën për shkak të orientimit të ndryshëm seksual. Ky është një mesazh i shkurtër, por i fuqishëm për të sensibilizuar dhe ndërgjegjësuar një pjesë të madhe të shoqërisë në të cilën jetojmë, ku niveli dhe horizonti kufizuar na çojnë në sjellje të deformuara dhe jashtë natyrës dhe reales të cilës i përkasin. Jeto dhe rreth të tjerë të jetojnë. Kam jetuar në Shqipëri gjatë të rjetës time dhe jam biri dikujt, student i vendit tim, gay dhe antar aktivisht shoqërisë shqiptare. Jetoj po ashtu si ju dhe tërë bashkë duhet të japim mundësinë çdo kujt të ndjeti barabartë në një vend i cili do të jetë ashtu siç duam, vetëm kur të tërë të kemi të njëjtat mundësi. Mansa e dashurisë është të dashurosh pa mas. Kjo ishte dhurata që një heteroseksual na bëri për ditën e të dashuruarve. Unë jam gay dhe më intereson barazia. Është koha që gjërat të ndryshojnë dhe për këtë duhet të angazhohemi të gjithë. Homoseksualiteti nuk është jo i natyrshëm. Ai ekziston te gjitha krijesat e Zotit, e kafshët e zogjt. Shihni më shumë Discovery Channel. Unë ja u kam parë fytyrën. Ky pra ishte materiali i Iris Soilit i përgatitur natyrisht në qendrën tuaj të LGBT-s. Dhe jam bërë në fakt, e dëgjuam dhe në insert që ka ligje dhe ligjet shqiptare janë nga më të plotat në këtë drejtim. Megjithatë, ju jeni aktiviste, megjithse heteroseksuale, jeni aktiviste në mbrojtje të drejtave të homoseksualëve. Pse është e nevojshme, le të themi, një aktivizëm i tillë? Aktivizmi për drejtat e njeriut është i nevojshëm për çdo grup që është i diskriminuar, i veçuar, i keq trajtuar, është i nevojshëm për personat LGBT, është i nevojshëm për minoritete etnike, siç janë Romët në Shqipëri, është i nevojshëm për persona, meqense kam Nelin pranë, për persona që kanë probleme të shëndetit mendor, është i nevojshëm për persona që janë me aftësi të kufizuara, është i nevojshëm për çdo grup shoqëror i cili është i diskriminuar, i veçuar, drejtat e cilit duke janë të respektuar. Shpesh ekziston ky debati që pse i mëshohet kaq shumë vëmendje drejtave të personave LGBT. I mëshohet sepse realisht janë të shtypur, të diskriminuar, të veçuar, të përjashtuar, ndihen të izoluar, të vetmuar, nuk jetojnë dot në plotësinë e të qenit individ. Prandaj është e nevojshme që jo vetëm në sferën private, por dhe në sferën publike të ketë një pranim më të mirë të diversitetit, të qenit ndryshe. Një person, secili të jetojë në mënyrën e vet jetën e tij. Është e vështirë që në një vend si joni pak konservator të pranohen disa sjellje të ndryshme, megjithatë duhet fillojmë ta pranojmë në mënyra të ndryshme. Nëse nuk e pranojmë brendësisht, nëse nuk jemi të bindur që ka të drejtë të ekzistojë edhe një person i cili është një femër, nuk dashuron një mashkull, por dashuron një femër, pra një person që ka një orientim seksual tjetër, duhet detyrimisht ta respektojmë sepse ka ligje të cilat ne të gjithëve i aderojmë, i respektojmë. Këto ligje na detyrojnë që të pranojmë tjetrin ashtu siç është. Sigurisht për sa kohë nuk synon lirin tonë. Elban, mjafton të shohësh videon për të kuptuar pse duhet punuar që gjithë çunat dhe gocat aty janë me fotografi përpara. Ai poster i shkruan unë jam lesbike dhe mund të jem kushdo, mund të jem vajza juaj, mund të jem kolegja, mund të jem mamaja juaj. Dhe posteri tjetër është unë jam gay dhe mund të jem kushdo, pikërisht për të thyer këtë burgun e frikës. Sepse nga frika personat në video janë të mbuluar me letër, nga frika që se pjesa më e madhe e prindërve të atyre nuk e din, pjesa më e madhe e miqve nuk e din, në punë janë të punësuar nuk e din, janë në shkollë dhe asnjë nuk e di orientimin seksual, nuk ka pse ta di, po puna është në momentin që një person tjetër do ta marrë vesh, mos të cënoj. Ky është ka një debat që unë e mirë kuptoj, sepse në fakt bazohet te disa komplekse që është normale që njerëzit do i kenë për sa kohë që u mungon informacioni plot. Dhe debati është, po mirë, dakord, le të bëjnë gjërat e tyre aty në dhomën e gjumit edhe s'ka pse bëjnë kështu demonstrime publike. Po të hapni internetin sot, do shikoni që gjitha gazetat janë të mbushura me lajme rreth aktiviteteve të kësaj jave, por lerni lajmet dhe shikoni komentet e lexuesve.
Domethënë komentet e lexuesve janë atje që të vjen keq edhe të vjen ndonjëherë të vjen edhe ndot ti lexosh deri në fund, po që në fundit janë të vërteta në atë kuptim që tregojnë që po ka shumë rëndësi që shumica e popullsisë në këtë vend nuk e pranon dot. Dhe kjo është arsyeja dhe argumenti akoma më i fortë që po, sigurisht na duhet ky debat. Që po, sigurisht na duhet të bëjmë edhe aktivitete publike. Duhet më shumë public awareness, domethënë si thua të edukosh publikun dhe komunitetin, dhe të tërë komunitetin, jo komunitetin homoseksual, heteroseksual, përsa i përket homoseksualizmit. Për shumë e thjesht, dhe unë faktikisht jam pa kundra teje përsa i përket si thua sfumimit të gjithë kësaj çështje, jo sfumimit, po ngritjes së këtij debati të madh në media dhe pikërisht rritjen e këtyre ndjenjave të urrëties të publikut, po. Me thënë, nga një anë, unë them që shumë mirë, duhet patjetër që të bëhet një demonstrim dhe një parat për homoseksualët, por ndërkohë nuk jam fare dakord që të nxjerrësh aty 10, 50, qoftë dhe 100 veta duke e ditur që do kesh një forcë tjetër që do përdori dhunë. Tani ka ligje, ka shtete që duhet të krijojnë mundësinë që secili mund të ketë ndaj por nga një anë debati duhet ngritur, por më shumë duhet patjetër që të punohet në edukimin e komunitetit, duhet bëhen afishe, duhet dalin njerëz, nuk ka nevojë dalin televizor dhe të thonë homoseksual, mund të shkojnë der në der dhe të thonë hey, shiko, kemi këtë informacion për homoseksualizmin. Nëse fillon debati mund të thotë shikoj se edhe unë jam homoseksual për shembull. Dhe kjo është mënyra mendojnë që në Shqipëri mund të ketë pak... Unë kam disa të njohur, edhe miq, një pjesë të tyre, të cilët unë e di që janë homoseksual. Përballë meje, asnjëherë nuk e kam pranuar që janë të tillë. Natyrisht unë nuk i kam pyetur, por as nuk kam dhënë shkas për të treguar që unë jam një homoseksual. Dhe brenda kësaj historie, përse ju doni ta manifestonin... Brenda kësaj historie është një dramë e madhe. Duke ditur që marrëdhënia ime me ta nuk ndryshon pavarësisht nga fakti i seksualitetit tyre, dhe prap ata janë shumë të rezervuar. Atëherë kur janë të rezervuar në një ambient më intim dhe me miq, pse duhet të jenë kaq agresiv? Dhe po vazhdoj argumentin e Lorës për ta hedhur për diskutim, se duhet të jenë kaq agresiv përballë opinionit publik. Ka dhe një dimension që nuk është kuptuar mirë. Një ndër arsyet më të forta pse ekzistojnë akoma parada gay, është jo se ka të bëjë detyrimisht 100% me publikun tjetër, por ka të bëjë mbi të gjitha me vetë komunitetin. Me vetë komunitetin. Ata 13 vetë apo 15 që dolën pardje me biçikleta, ndonë se jo të gjithë janë pjesëtar të komunitetit, ata pjesëtar të komunitetit, më besoni nuk kanë parë dhe nuk kanë ndjerë ndonjëherë tjetër në jetën e tyre një lirshmëri dhe një emocion të tillë. Dhe nuk ka të bëjë numri, mund të jenë 3, mund të jenë 30, mund të jenë 300. Pse mos fillojmë ta kuptojmë që edhe këto demonstrime përpara se të jenë aksione që i drejtojnë direkt publikut të gjerë, janë mënyra për vetë komunitetin për të ndjerë të sigurt që nesër pas nesër, kur të jenë me ty që je shoku i tyre, të mos ndjerë atë stresin.